Për ndërmarrjen publike banesore, propozojmë aksionarën Fjolla Vukshina e Reqica dhe Elmi Fazliun. Për ndërmarrjen parkingu... Mbe që kësha lutë, nga dalë, se nuk mund me arrit mi shënu emnat. Ndjes. Fillosh tash? Mirë. Prej fillimit për ndërmarrjen publike, apo vazhdoj me tjetrën? Elmi Fazliu. Për ndërmarrjen parkingu, Yll Muriqi, dhe Muhamet Ademi, dhe Muhamet Ademi, për ndërmarrjen publike lokale Gjelbër, Kumrije Shabani Ramadani, si dhe Plator Gërdovci. Për kompaninë regionale pastrimi, Hana Bajrami Regjepi, dhe Sefedin Sejfaj. Po du aksionarve 3 që emërohen sot, mi ju emëru punë të mbarë, është e drejt legjitime e koalicionit që ka shumicën me emëru aksionarët në për ndërmarrje. Faktikisht, prej balotajit e këna ditë dhe kush kanë me qenë aksionarët, prej cilë subjekt politik. Uroj që mos ndodh ashtu që shka ndodh mandatin e kalum, në gjystë mandatit, me i lanë ndërmarrjet që shi kanë lanë Partia Demokratike e Kosovës, edhe shumica aty në ndërmarrjeve që një kanë mënar tash me kërku subvencion, janë si pasojë mungesës të kontrolës nga aksionar.